dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Kampionati ndërkombëtar i karates u zhvillua në Lushnjë, një aktivitet që për herë të parë erdhi me përmasa kaq të mëdha në Shqipëri. Aktiviteti sportiv u organizua në palestrën Fotopuka, ku morën pjesë sportistë nga 9 shtete të rajonit dhe më gjerë. Qyteti i Lushnjës u përfaqësua në këtë kampionat nga ekipi Bite Shqipes, i cili garoi në kategori të ndryshme moshash. Në këtë event ndërkombëtar marrin pjesë të gjithë grup moshat, pra nga 7 deri 25 vjeç. E veçanta këtij të turneut është i standardit ndërkombëtar, pra si në organizim dhe në pjesën e sportistëve elitar që marrin pjesë në këtë event, pra kampiona Ballkani e Evropës, që s'ka ndodhur asnjëherë më përpara në Shqipëri. Keni gjetur mbështetje nga pushteti lokal? Deri tani për fat keq, por në këtë event Bashkia e Lushnjës ka shprehë dëshirën, madje na është bërë pjesë mbështetëse në lidhje me pjesën e infrastrukturës për organizimin e këtij eventi. Ekipi Bite Shqipes, si paraqitet në këtë event? Ne shpresojmë për fitoren? Patjetër, ne jemi shpiton këtu, kështu që si thuhet, qëllimet tona janë shumë të larta dhe them se do arrisim. Po, gara është garë, në fund do shikojmë. Në ceremoninë e hapjes, përfaqësues nga Federata Shqiptare e Karates dhe Federata e Karates e Kosovës përshëndetën pjesëmarrësit dhe vlerësuan organizimin e këtij eventi ndërkombëtar. Membrat e Federatës Shqiptare të Karates, dua të falenderoj të gjithë ju që me pranimin tuaj këtu në këtë salë i japni rëndësi dhe gjallëri këtij aktiviteti. Sporti karates është më shumë se një garë. Sporti karates është në një jetese, është një shkollë e vjetër që në mëson disiplinën, në mëson respektin për kundërshtarin dhe punën në grup. Gjithmonë është kënaqësi që të jemi këtu dhe të shohim çdo ditë që karatea përmend përmasa të zhvillimit në secilin cep kushtetër shqip. E pranishme në aktivitet ishte edhe nënkryetaria e Bashkisë Elira Mezini, e cila u uroi mirëseardhjen sportistëve dhe delegacioneve pjesëmarrëse në Lushnjë. Në fakt, qyteti jon sot duket se ka ngjyra më shumë se herë tjetër, ka më shumë gjallëri dhe kjo fal zërave të këtyre fëmijëve dhe fal gjithë mysafirëve që kemi sot prezent. Ne Bashkisë Lushnjë i falenderoj të gjithë pjesëmarrësit, skuadrat që kanë ardhur mysafirë në qytetin tonë. Dhe ju uroj shumë suksese skuadrave dhe individëve në veçanti dhe të fitojmë më i miri suksese të gjithëve. Një aksident fatal me mjet bujqësor ka ndodhur mëngjesin e sotëm në fshatin Dushk, ku ka humbur jetën një 71 vjeçar. Sipas të dhënave paraprake, Hekur Angelo ishte duke lëvizur me një mjet bujqësor tip zetor me rimorkjo për të drejtuar drejt tokave të tij bujqësore. Në një segment rruge me dishez, ai dyshohet se ka humbur kontrollin mbi mjetin dhe ka përfunduar në kanalin anësor të rrugës. 71 vjeçari ka qenë i vetëm në mjetin bujqësor dhe si pasojë përmbysjes ka humbur jetën në vend. Grupi hetimor dhe policia kanë bërritur në vendin e ngjarjes dhe po kryejnë dokumentimin e plotë të aksidentit për të përcaktuar shkaqet që çuan në këtë ngjarje tragjike. Trupi pa jetë është transportuar drejt morgut të spitalit të Lushnjës, ku do t'i nënshtrohet ekzaminimit mjeko-ligjor. Sipas burimeve nga vendngjarja, rruga ku ndodhi aksidenti është një rrugë bujqësore e shtruar me çakull dhe dyshohet se humbja e kontrollit mund të jetë favorizuar nga terreni dhe shpejtësia e lëvizjes së mjetit. Finalja e kampionatit të 16 në futboll për djem mes shkollave 9-vjeçare të Bashkisë së Lushnjës u zhvillua sot mes shkollës Skënder Libohova dhe shkollës Kongresi. Ndeshja ishte mjaft emocionuese dhe u karakterizua nga rivaliteti i fortë në fushën e lojës. Të dyja skuadrat patën mbështetjen e tifozëve të vegjël, duke krijuar një atmosferë festive sportive. Pas një loje të bukur edhe me shumë raste, fituese u shpall shkolla Skënder Libohova, e cila triumfoi me rezultatin 3-1 ndaj ekipit të Kongresit. Aktiviteti u organizua nga Qendra Kulturore e Fëmijëve në bashkëpunim me Zyrën Vendore të Arsimit Parauniversitar dhe me mbështetjen e Bashkisë Lushnjë.
Në përfundim të aktivitetit u shpërndan medalje dhe certifikata për ekipet pjesëmarrëse. Drejtori i Qendrës Kulturore të Fëmijëve, Sajmir Bahja, falenderoi të gjitha shkollat pjesëmarrëse për angazhimin dhe pjesëmarrjen në këtë aktivitet sportiv. Të gjithë shkollat që janë pjesë e këtij kampionati, me drejtoritë, me drejtuesit e tyre, me mësuesit e edukimit fizik, që na bën të mundur realizimin e kampionatit të 16 të futbollit me në zonën e shkollave nënveçare. Meritoni një dorë turkite, pavarësisht se nuk janë të gjithë. Në fjalën e saj, drejtoria e zyrës arsimore, Arta Dhamo, uroi ekipin fitues dhe falenderoi të gjitha shkollat pjesëmarrëse për frymën sportive të treguar gjatë kampionatit. Është për herë kënaqësi dhe vlerësim i veçantë të jem pjesë e këtyre aktiviteteve. Shumë të faleminderit për emocionet e bukura dhe të veçanta që na përcjellni për herë gjatë lojës dhe dua të përgëzoj të dyja skuadrat finaliste. Jeni të dyja skuadrat janë fituese. Shumë faleminderit të gjithëve dhe takohemi në aktivitete të tjera. Faleminderit. Edhe nënkryetaria e bashkisë Maldrita Bardho përgëzoi finalistët dhe vlerësoi organizimin e këtij aktiviteti sportiv për të rinjt. Shumë falenderime dhe përgëzime për të gjitha shkollat që ishin pjesë e këtij aktiviteti. Në veçanti të veçantë, përshëndes dy shkollat finaliste, Shkollën Kongresi dhe Shkollën Skënder Libohova, për përkushtimin e tyre. Gjithashtu, dua të falenderoj të gjithë organizatorët, trajnerët dhe prindrit për mbështetjen e tyre. Pa lënë më një anë edhe drejtorin e Qendrës Kulturore, e cila na jep mundësinë që ne si institucion të masivizojmë sa më shumë sporte. Nga ana e tyre, futbollistët e skuadrës fituese u shprehen të lumtur për suksesin, duke thënë se ishin përgatitur për fitoren dhe se besonin të aftësitë e ekipit të tyre. Jam shumë mirë pasi e mbajtëm premtimin tonë që dham në intervistën e kaluar pas fitores në Botafogo në gjysmëfinale. Dhe jam shumë krenar për antifozëve të shkollës Skënder Libohova që erdhën na suportuan tërë ndeshjen. Ishte e vështirë për ju të fitoni sot? As pak. Ishte më e lehtë se ndeshja me Botafogo në gjysmëfinale, por finalja ka më shumë presion se sa gjysmëfinale. Drejtësia është para së gjithash një shërbim për qytetarin dhe për besimin publik. Kështu është shprehur në prononcimin për mediat kreu i gjykatës së Fierit, Noel Veizi, gjatë një dite të hapur për ditën e drejtësisë. Sipas tij, kjo ditë feste dhe reflektimi njëherëzi ndihmon të gjithë aktorët e sistemit të drejtësisë, veçanërisht magjistratët e rinj për një pushtet gjyqësor të pavarur dhe të drejtë. Unë mendoj që me reformën drejtësi, me ndryshimet që pësoi sistemi i drejtësisë, kanë ndodhur ndryshimet mëdha sa i përket suksesit që ka pasur drejtësia qoftë në luftën kundër krimit dhe korrupsionit, qoftë edhe në dhënien e drejtësisë objektive dhe cilësore. Për këtë arsye unë them që është fest. Një pikë kyçe në punën e gjykatave mbetet përballja me vetë problemet e shumta që ka sistemi. Veizi ka theksuar se sot gjykata e Fierit përballet me një stok shumë të madh dosjesh, çka ka sjell drejtësi të vonuar që përkthehet në uljen e besimit të publikut. Problematika të infrastrukturës, mungesë sallash, mungesë zyrash për gjyqtarët, stok shumë i madh dosjesh, punë e palodhshme e magjistratëve, pjesës më të madhe të tyre, me gjithë problematikat që ne kemi qofte edhe brenda nesh, sa i përket mesazhet që duhet t'japim në publik për një drejtësi cilësore dhe të shpejtë, unë mendoj që me gjithë problematikat, drejtësia po ecën në rrugën e dur. Përfaqësues të institucioneve në sistemin e drejtësisë dhe akademik të njohur bashkëbiseduan me të rinj pjesëmarrës në takim mbi historikun, vështirësitë dhe përpjekjet e profesionistëve për përmirësimin e funksionalitetit dhe standardin e administrimit gjyqësor. Bashkëpunimi i institucioneve, polici, prokurori, gjykat për të mbërritur në vendime të shpejta u pasi domosdoshmëri për rritjen e cilësisë së drejtësisë në një kohë kur pushteti gjyqësor kërkon një përmirësim të dukshëm për t'u afruar standardeve evropiane.
Konkursi poetik Ngjyra në vargje në edicionin e tij të dytë u organizua në qytetin e Lushnjës, në ambientet e bibliotekës nga lidhja e shkrimtarëve Dega Lushnjë. Në këtë aktivitet morën pjesë rreth 50 poet jo vetëm nga Lushnja, por dhe nga qytete të tjera si Vlora, Berati dhe Fjeri. Të parët që interpretuan krijimet e tyre ishin poetët e rinj, të cilët morën edhe vlerësimet e juris për poezitë e paraqitura. Në fjalën e saj, kryetaria e lidhjes së shkrimtarëve, Emine Boriçi, falenderoi poetët për pjesëmarrjen dhe vlerësoi rëndësinë e aktiviteteve letrare në qytet. Jam shumë e lumtur që ky tempull i dijes na mlodhi përsëri. Përsëri në edicionin e dytë Ngjyra në vargje. Ky edicion vjen në formë më të përmirësuar të konkursit ton. Dy poetet e reja fituese të çmimeve, Alina Bajrami dhe Aida Turku, u shprehën se poezia sot nuk është më pjesë e përditshmërisë së shumë të rinjve, ndërsa inkurajuan bashkëpunëtarët që të shkruajnë dhe të afrohen më shumë me letërsinë. Në ditët e sotme poezia nuk është se është pjesë e përditshmërisë të gjithë secilit prej nesh. Për mua poezia është ushqim shpirti. Më pëlqen shumë të lexoj poezi, por dhe ta shkruaj atë. Shkrimtari im i preferuar shqiptar është Ismail Kadare, duke qenë se jam dhe nga Gjirokastra edhe e gjej shumë veten tek poezitë e tij. Përfshirja e të rinjve unë e shikoj me shumë vënd, sepse të rinjt duan një dritare mundësie dhe e dhën kjo mundësi nga ne, patjetër është diçka që duhet të shfrytëzohet në maksimum. Dua të kthehem pak tek tema që është shumë aktuale dhe shumë domethënëse, të rinjt në letërsi, në krijimet artistike, poetike e gjitha këto me radhë. Nuk duhet të humbim vlerat tona si autokton. Patjetër, teknologjia, avancimi i shoqërisë na ka çuar drejt teknologjisë. Por unë u bëj thirrja të rinjve që të angazhohen së tepërmi, patjetër, më shumë në aktivitetet letrare, artistike, kulturore, të cilës do natyrë, sepse ne të rinjt jemi ata që duhet të sjellim atë frymën moderne brenda artistik. E pranishme në aktivitet ishte dhe kryetaria e bashkisë Eriselda Sefa, e cila përshëndeti të pranishmit dhe vlerësoi organizimin e këtij eventi kulturor. Dua t'ju përgëzoj jo vetëm për këto iniciativa kaq të mira që i shërbejnë qytetit ton, por patjetër që i jepni edhe një mundësi këtyre krijuesve të rinj, të cilët jo vetëm të shfaqin veten e tyre, por patjetër dhe t'i motivoni që ata të krijojnë akoma më shumë dhe pse jo që me krijimet e tyre të kenë mundësi në të ardhmen të kenë librat e tyre në këtë rafte të kësaj biblioteke. Ndërsa prezantuesi i aktivitetit, Franc Nushi, u shpreh se Lushnja ka qenë ndër vite një djep i poezisë, por sipas tij, sot vjet re një pjesëmarrje më ulët në aktivitete të tilla kulturore. Lushnja ka qenë djep i poezisë dhe më vjen keq ndonjëherë që shumë disa nuk afrohen për të dhënë kontributin e tyre. Në fundit, kjo është për gjuhën shqipe, për lëvrimin e saj, për mos bastardimin e gjuhës shqipe, e kemi të bukur, duhet ta ruajmë. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.